Akoma më mirë. Si kalon? Si e? Si e një mirë? Mendim komunist do më thënë. Se si mund ta detyrosh tjetrin të... Tu fillon faktikisht. Qytetarët janë despecializante. Nuk problem. Të vjedhësh fondet të cilat shkojnë për të shpëtuar jetë, foshnjësh, fëmijësh, prindërish, të moshuarish, ky është pastaj është në kufi me krimin kundër njerëzimit. Dhe kjo ka ndodhur. Pyetja kryesore është pse e ke Orame Ilir Beqen ke 77-313? Pse e ke? Ti premtove shëndetësi falas, ti ke Ilir Beqen të 313. Pse? Sepse i gjithë sistemi shëndetësor është përdorur nga fillimi deri në fund vetëm për të pasuruar shokët e kryeministit. Dhe thënë me fjalë tjera, o do pasurosh shokët dhe kryeministrit ose do të bësh reformën shëndetësi. O do pasurosh shokët, dhe se kam fjalën vetëm për ministrat, e kam fjalën edhe për oligarkët e shëndetësisë, e kam fjalën edhe për mafian e barnave, ose do i shërbesh pacientit dhe familjarit të pacientit në Shqipëri. Të dyja bashkë nuk qëndrojnë. Ne nisim të rrugtim me objektiv të qartë që ta ndalim një herë për gjithmonë përthithjen e këtyre fondeve nga shokët e të parit qeverisë, rreth parë duke i çuar ata para drejtësisë që t'japin llogari për vepra të rënda penale, që është abuzimi me fondet publike, dhe vepra kriminale, siç është abuzimi me fondet e shëndetësisë, dhe së dyti duke i ridrejtuar këto fonde në ato politika për cilat jemi zotuar me programin tonë. Paraja ndjek pacientin, rimbursimi sipas diagnozës dhe mbi gjitha investimi në një infrastrukturë shëndetësore përfshi dhe kuadrin njerëzor, pa cilin ti mund bësh spitalet më të mira në botë, po s'patë mjek të mirë, ke bërë një vrim në ujë, dhe e fundit, po jo e parëndësishme, menaxhimi i tyre, sepse vazhdimi me menaxhimin e centralizuar të stilit komunist është një recetë për katastrofë.